Miti grek i Narcisit. Narcisi është një nga figurat më të njohura të mitologjisë greke, sepse historia e tij nuk flet vetëm për bukurinë, por mbi të gjitha për kotësinë, vetadhurimin dhe dënimin që vjen kur njeriu humbet lidhjen me botën përreth dhe mbyllet brenda vetes. Sipas mitit, Narcisi ishte një djalë jashtëzakonisht i pashëm, biri i lumit Kefis dhe i nimfës Liriope, që në lindje fati i tij u lidh me një profeci. Kur nëna e çoi te falltari i famshëm Tiresia për të ditur se çfarë e priste djalin e saj, ai u përgjigj me një fjalë të errët: Narcisi do të jetojë gjatë, për sa kohë të mos njohë vetveten. Në atë kohë kjo fjali dukej e paqartë, por më vonë do të merrte kuptim tragjik. Teksa rritej, Narcisi bëhej gjithnjë e më i bukur. Thuaj se hieshja e tij ishte aq e madhe, sa të gjithë që e shihnin mbeteshin të mahnitur. Vajzat e reja, nimfa dhe madje edhe të rinj të tjerë binin në dashuri me të. Por Narcisi nuk tregonte mëshirë ndaj askujt. Ai i përçmonte të gjithë admiruesit e tij, i refuzonte me ftohtësi dhe shpesh i poshtëronte ata që guxonin t'i afroheshin. Bukuria e tij, në vend që ta bënte fisnik, e kishte bërë mendje madh dhe të pamëshirshëm. Ndër ato që u dashuruan me të ishte edhe Ekoja, nimfa e maleve dhe pyjeve. Ekoja kishte qenë dikur një qenie e gëzueshme dhe llafazane, por ishte mallkuar nga perëndesha Hera. Sipas mitit, Hera e ndëshkoi sepse Ekoja e mbante me fjalë, ndërsa Zeusi shpëtonte nga zbulimi i aventurave të tij. Si dënim, Ekoja humbi aftësinë për të folur lirisht dhe mund të përsëriste vetëm fjalët e fundit që dëgjonte nga të tjerët. Kur pa Narcisin, Ekoja u dashurua marrëzisht me të. Ajo e ndiqte në heshtje në përpyje, e magjepsur nga bukuria e tij, por e pa aftë i shprehte vetë ndjenjat e saj. Një ditë, Narcisi dëgjoi shumë mes drurve dhe thirri: "A ka njeri këtu?" Ekoja mundi të përsëriste vetëm: "Këtu." Kur ai tha: "Eja", ajo doli nga pylli me krahët hapur, e gatshme ta përqafonte. Por Narcisi e refuzoi me përbuzje. Në disa versione të mitit, ai tha se do të preferonte të vdiste sesa ta linte atë ta prekte. E lënduar thellë, Ekoja u tërhoq në vetmi, u tret nga dhimbja dhe nga turpi, derisa prej saj mbeti vetëm zëri, jehona që përsëri tingujt e të tjerëve. Por Ekoja nuk ishte e vetmja viktime e Narcisit. Shumë të tjerë, të refuzuar e të poshtëruar prej tij, ju lutën perëndive që ky djalë krenar të ndëshkojë. Lutja e tyre u dëgjua nga Nemesia, perëndesha e hakmarrjes hyjnore dhe e drejtësisë ndaj mendje madhësisë. Ajo vendosi ta dënonte Narcisin jo me vdekje të menjëhershme, por me një dënim më të thellë, ta bënte të përjetonte vetë dhimbjen që u kishte shkaktuar të tjerëve. Një ditë, pas një gjuetje, Narcisi arriti pranë një burimi tek thjellët, ujërat e të cilit ishin aq të pastra sa askush nuk I kishte trazuar më parë. Kur u përkul për të pirë ujë, ai pa në sipërfaqe fytyrën e tij të pasqyruar. Nuk e kuptoi se po shite vetveten. I mahnitur nga ajo pamje e përsosur, u dashurua menjëherë me figurën në ujë. Sa herë që përpiqej ta prekte, imazhi shpërndahej, sa herë që largohej, ai rishfaqej po aq I bukur. Narcisi mbeti I burgosur nga kjo dashuri e pamundur. Ai nuk mund të ndahej nga pasqyrimi I vet e kuptoi se objekti I adhurimit të tij ishte I parritshëm, por sërish nuk kishte fuqi të largohej. Në disa rrëfime, aty ai e kupton tragjikisht të vërtetën, se po dashuronte vetveten. Dhe pikërisht në atë çast, profecia e Tiresiasit merr kuptim të plot, Narcisi humbet sapo njeh vetveten. I raskapitur nga dëshira, nga pamundësia dhe nga vetë magjepsja e tij, ai shuhet pranë burimit. Në disa versione vdes nga uria dhe etja, sepse nuk largohet dot nga uji, në të tjera bie në dëshpërim dhe venitet dalë nga dalë. Kur nimfat erdhën për të marrë trupin e tij, në vendin ku kishte vdekur gjetën një lule të bukur me petale të bardha dhe zemër të verdhë. Kjo lule mori emrin Narcis. Kështu, bukuria e tij mbeti në natyrë, por jo si lavdi, si kujtesë e një fati tragjik. Kuptimi I mitit. Miti I Narcisit është shumë më tepër se sa një rrëfim për një djalë të bukur. Ai është një alegori për rrezikun e vetadhurimit dhe të mbylljes në ego. Narcisi nuk u dënua thjesht pse ishte I pashëm, por sepse ishte I paftë të donte dikë tjetër, të ndjente dëmshuri apo të krijonte lidhje të vërteta njerëzore. Ai u bë viktimë e ati ftohtësie që u kishte shkaktuar të tjerëve. Nga ky mit rrjedh edhe termi modern narcism I përdorur në psikologji dhe në gjuhën e përditshme për të përshkruar një përqendrim të tepruar te vetja, te pamja, te admirimi personal dhe mungesa e ndjeshmërisë për të tjerët. Në thelb, historia e Narcisit mbetet një paralajmërim I fuqishëm. Kur njeriu dashuron vetëm veten, rrezikon të humbasë gjithçka tjetër dhe në fund edhe vetveten.